Certifikatat shëndetësore janë të detyrueshme, nuk janë opsionale. Pasqyron gjendjen e shëndetësore të personit përkatësisht punëtorit. Nëse një punëmarrës e pranon pa certifikat shëndetësore, ai mos ta lejojë këtë, se është shkelje ligjore. Certifikatat shëndetësore mund të lëshohen nga të gjitha institucionet, qoftë publike, si QKMF-t, qoftë private, të cilat janë të licencuara nga Ministria e Shëndetësisë. Çdo person i cili lidh marrëdhënie pune e ka të detyrueshme të ketë një certifikat shëndetësore para se të fillojë punën. Unë këtu në dorë e kam një shablon të certifikatës shëndetësore, ku është një fletë e bardhë, e cila përfshin, domethënë, të dhënat në anën, në një anë përfshin të dhënat e doktorit, i cili e lëshon certifikatën, ndërsa në anën tjetër janë të dhënat e pacientit. Këtu përfshihet numri personal i letë njoftimit, përfshihet emri i pacientit, emri i prindit të pacientit, mbiemri, viti i lindjes, gjinia, përfshihet adresa ku jeton dhe alergji, në qoftë se ka ndonjë alergji apo jo. Në fund të certifikatës është konkluzioni, domethënë, i doktorit që a e lëshon këtë certifikat apo nuk e lëshon dhe pse. Zakonisht, për një certifikat shëndetësor janë disa kritere dhe disa ekzaminime që duhet kryer para se të lëshohet ajo, duke filluar nga analiza laboratorike që përfshin analizat e gjakut, ekzaminimin e urinës dhe një EKG. Pas rezultatet të gjithë këtyre rezultate, atëherë i nënshtrohet edhe kontrollit të mjeku profesionist, ku tek mjeku pasi qëhin, pacienti duhet i nënshtrohet edhe aty një kontrollit, ku përfshin parametrat vital, matjen e tensionit, komunikimin, me pa që në qoftë se pacienti është i komunikueshëm dhe pyetje tjera rreth shëndetit të tij. Si është procedura për me marrë certifikat shëndetësor nga aplikimi deri te marrja e dokumentit? Po, siç thash, çdo person ka drejt mu lajmëru këtu për certifikat shëndetësore, qoftë në mënyrë kolektive, qoftë në mënyrë institucionale, që mujna me lidh kontrata. Pacienti kur vjen këtu tregon që do ta bëjë një certifikat shëndetësore, ne ja tregojmë të gjitha kushtet dhe ekzaminimet të cilat duhet kryer para se të bëhet. I tregojmë që duhet mu marrë gjaku, duhet mu marrë analiza urinës, duhet të bëhet EKG-a dhe në fund duhet i nënshtrohet vizitës tek mjeku i përgjithshëm. Zakonisht rezultatet e analizave zgjasin 40 minuta deri në orë, pastaj pas marrjes së rezultateve menjëherë mund të hi tek mjeku për të marrë certifikatën shëndetësore nëse kuptohet i përmbush të gjitha kriteret. Zakonisht duhet me pas vetëm një letë njoftim ose një mjet identifikues ku tregon për dhënat e tij të sakta. Punëtorët para se të krijojnë marrëdhënie pune duhet të kenë certifikatën dhe kjo ka vlefshmëri 6 deri 1 vjet, 6 muaj deri në 1 vjet, por në qoftë se kem ndërrim të punës brenda asaj kohe shpeshherë lypet edhe certifikat tjetër e re. A vijnë shpesh punëtor vetëm me plotësu formalisht dokumentin pa interes për gjendjen reale shëndetësore? Fatkeqësisht po, kemi kërkesa të shumta edhe nga individ, por edhe nga institucione, të cilat kërkojnë të lëshohet certifikata pa i mbushur kriteret, po kjo gjë nuk ndodh tek spitali jon. Ne shkojmë gjithmonë me kritere dhe ekzaminimet të cilat janë të kërkuar nga ministria dhe ato i zbatojmë të gjitha. Personi në fjalë nuk i përmbush të gjitha kriteret që ne i kërkojmë, ik nga proceset e analizave, nuk dëshiron të ketë komunikim ose të kontrollohet te mjeku përgjegjës, atëherë nuk lëshohet një certifikat shëndetësore, po ashtu edhe nëse ka probleme tjera shëndetësore të cilat e rrezikojnë rrethin e tij ku punon, edhe atë rast nuk lëshohet një certifikat shëndetësore. Po zakonisht është kjo mos interesimi ose ikja e rregullave ose kritereve që ne parashtrojmë, është një sfidë në vete, derisa ndonjëherë duhet edhe me bind personin që kjo është për të mirën tanë, është për shëndetin tanë, do me thënë krejt në rastësi mund me zbulu diçka që nashta të kish marrë kohë për mos me zbulu, me një farë mënyrë duhet me bind që gjithçka është për të mirën e tij. Këtu te na zakonisht certifikatat e kemi një shablon konkret që lëshohet, ku përfshin analiza të caktuara, vetëm në qoftë se kemi ndryshime ose rezultate jo të mira në ato analiza, përfshin ekzaminime shtesë
që me arrit me një diagnostifikim të saktë dhe me vendos në qoftë se lëshohet një certifikatë shëndetësore apo jo. Por në qoftë se kemi analiza për udhëtime jashtë vendit, për emigracion, shkollim, janë analiza ekstra që kërkohen nga institucionet e jashtit. Ky proces, do me thënë pas marrjes së analizave, i cili rezultatet zgjasin dikon në 40 minuta deri në orë, pastaj vizitat e mjeku familjar, gjithë ky proces mundet me zgjat diku rreth 2 orë. Pasi mirën rezultatet, pjesa e recepcionit dhe punëtorëve tjerë këtu në Olive orienton personin e fjalë tek mjeku familjar, ku aty pastaj fillojnë ekzaminimet të cilat janë përkatëse. Kontrolla tek mjeku familjar, do me thënë, zgjat dikon 15 minuta deri 20 minuta. Nëse pacienti është në gjendje të rregullt, por nëse vrejmë diçka ndryshime në rezultatet e analizave dhe në gjendjen si shpirtërore ashtu edhe emocionale të pacientit, kjo kontroll mund të zgjasë edhe më shumë dhe mund të vazhdojmë edhe me ekzaminime tjera më të detajuara derisa të lëshohet një certifikatë shëndetësore. Hezistojnë me bë analizat laboratorike, hezistojnë me shku mu kontrollu te mjeku, por duke komuniku me pacientin, duke ja treguar të gjitha anët pozitive të certifikatës shëndetësore, atëherë bindet me një farë mënyre dhe vazhdon me të gjitha ekzaminimet të cilat ne ja kërkojmë. Rëndësia e certifikatës shëndetësore është shumë e madhe si për punëtorin, si për punëdhënësin dhe rrethin ku punon ai punëtor. Për shkak se i ik të gjitha aksidenteve të mundura dhe të gjithë muj me thënë në qoftë edhe ndaj fatkeqësie rreth shëndetit të vet. Kështu që është e domosdoshme në kohën e sotit. Certifikatat shëndetësore mund të lëshohen nga të gjitha institucionet qoftë publike, si QKMF-t, qoftë private, të cilat janë të licencuara nga Ministria e Shëndetësisë. Do ta cek edhe një herë se certifikatat shëndetësore janë të detyrueshme, nuk janë opsionale, janë të detyrueshme dhe i bëj apel çdo punëtori që edhe nëse një punëmarrës e pranon pa certifikatë shëndetësore, ai mos ta lejoj këtë, se është shkelje ligjore, në një farë mënyrë është shkelje ligjore, sepse po bëhet fjalë për shëndetin e punëtorit. Kështu që i bëj apel të gjithëve të kryejnë certifikatat shëndetësore, të pasqyrohet shëndeti i tyre, të kryejnë të gjitha ekzaminimet dhe ta dinë një konkluzion të saktë rreth shëndetit të tyre.